Banorët e pallatit me numër 14 në lagjen 13 në plazhin e Madh kanë nisur pjesërisht që të braktisin apartamentet e tyre, pasi gjithë sistemi komunal i pallatit nuk funksionon. Ujërat e zeza dhe të bardha të pallatit kanë plasur në katin 0, duke arritur 9.1 metër. Pamja është skandaloze se si një pallat i ri të ketë këtë gjendje mjedisore që ka arritur kulmin, duke bërë që disa prej pronarëve të apartamenteve ta braktisin atë të lodhur nga ky shqetësim pas zgjidhje. Gjatë punimeve të pallatit, ndërtuesi mësohet se nuk ka bërë lidhje me kanalin kryesor dhe zgjidhja e përkohshme është vlerësuar te grupat skeptike, të cilat bllokohen tashmë dhe kanë krijuar këtë gjendje. Edhe më herët, banorët dhe administratori i pallatit kanë ngritur zërin pranë mikrofonit të Adrianet për këtë çështje, por nuk kanë gjetur zgjidhje. Veçndotjes rreth pallatit shqetësues është situata në objekt, i cili është totalisht i pushtuar nga ujërat komunal, duke u kthyer në rrezik epidemie. Gjatë stinës së verës, pallati mbushet plot me banorë që jetojnë këtu gjatë sezonit ose me pushues ditor. Këtë vit, gjasat që ky pallat jetë në shërbim të turizmit janë 0.